Rusia dhe Bielorusia kanë nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake pranë Minskut, duke inskenuar një skenar mbrojtjes kundër një pushtimi të supozuar të NATO-s. Kjo është herë e parë që zhvillohet një stërvitje këtij lloji pas pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022. Në skenarin improvizuar, avionet luftarak patrulluan qiellin, tanket shkatruan ndërtesa prej drurit të ndërtuara për stërvitje, ndërsa dronët goditën objektiva të caktuara. Pas sulmeve, trupat zbarkuan dhe ngritën flamurët rus dhe bielorus mbi një fshat të shtiruar. Stërvitja zhvillohet në një kontekst tensionit të lartë rajonal. Kohët e fundit, mbi një dyzinë dronësh rus shkelen hapësirat rajonale polake, ndërsa një tjetër hyri dhe në hapësirën ajrore të Rumanisë, duke u ndjekur për afro një orë nga forcat e saj ajrore. Ky zhvillim shton shqetësimin e NATO-s për sigurinë e kufive lindor të saj, ndryshe nga manovrat masive Zapad 2021 ku morën pjesë rreth 200.000 trupa, këtë herë përfshin vetëm disa mijëra ushtarë. Arsyeja kryesore është angazhimi i thellë i Moskës në luftën në Ukrainë dhe mungesa e burimeve ushtarake. Megjithatë, stërvitjet vëzhgohen nga afër nga perëndimi duke pasur parasysh se Zapad 2021 i shërbeu Vladimir Putin për të zhvendosur trupa dhe pajisje ndaj kufirit përpara nisjes ofensivës ndaj Ukrainës nga territori bielorus. Në këtë mënyrë, edhe pse në shkallë më të reduktuar, manovrat aktuale dërgojnë një mesazh strategjik për gatishmërinë ushtarake të aleancës ruso-bieloruse dhe mbetën një sinjal alarmues për vendet fshinje dhe po ashtu edhe për vetë NATO-n.